Një stërvitje e përbashkët ushtarake organizuar nga NATO ka nisur sot në Borovac të Serbisë, ku rreth 600 trupa nga disa shtete aleate dhe partnere do të zhvillojnë aktivitete të ndryshme deri më 23 maj. Sipas njoftimit të komandës së NATO-s në Napoli, në këtë stërvitje marrin pjesë ushtarë nga Serbia, Italia, Rumania dhe Turqia, me synimin për të rritur ndërveprimin dhe bashkëpunimin në operacionet e përkrahjes së paqes. Nga situata e stërvitjes luftarake urbane deri te mbrojtja e bazave dhe taktikave mbrojtëse, këto përpjekje të përbashkëta përqendrohen në ndërtimin e besimit të ndërsjellët dhe stabilitetit rajonal. Së bashku jemi të përkushtuar për një të nesërme më të sigurt dhe paqësore, thuhet në njoftimin e NATO-s. Stërvitja përfshin simulime të ndryshme taktike dhe operacione mbrojtëse, të cilat synojnë forcimin e koordinimit ndërmjet forcave pjesëmarrëse dhe avancimin e kapaciteteve të tyre në misionet ndërkombëtare të sigurisë. Ministri i mbrojtjes i Kolumbisë, Pedro Arnulfo Sanchez, ka njoftuar se autoritetet kolumbiane kanë arrestuar në Eldorado International Airport shtetasin kosovar Arjan Luka, i cili kërkohej nga Kosova pas arratisjes nga burgu ku ishte dënuar për veprat penale vrasje e rëndë dhe shkaktimi rreziku të përgjithshëm. Sipas ministrit kolumbian, Luka dyshohet se gjatë periudhës 2023-2026 ka udhëtuar në shtete të ndryshme duke përdorur dokumente të rreme dhe një identitet alternativ serb me qëllim që t'u shmanget autoriteteve ndërkombëtare dhe drejtësisë. Hetimet tregojnë se midis viteve 2023 dhe 2026 ai lëvizi nëpër vende të ndryshme duke përdorur dokumentacion legjitim në një identitet alternativ serb, duke u përpjekur t'i shmanget kontrolleve ndërkombëtare dhe veprimit të drejtësisë, ka deklaruar Sanchez. Ai ka vlerësuar operacionin si dëshmi të kapaciteteve të Kolumbisë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe kontroll të migracionit. Ky rezultat tregon se Kolumbia ruan aftësi efektive për bashkëpunim ndërkombëtar dhe kontroll të migracionit përballë kërcënimeve globale. Mirënjohja ime për oficerët dhe autoritetet tona të policisë, të cilët me profesionalizëm dhe koordinim ndërkombëtar vazhdojnë të mbrojnë sigurinë dhe ligjshmërinë, ka shkruar ministri kolumbian. Arjan Luka ishte dënuar për vrasjen e Fidan Shabanit në vitin 2012 në Pej. Ai ishte arratisur nga burgu në Kosovë në vitin 2019.